kontekst qartë politik, sepse mesazhi është dhe mbetet thellësisht politik. Edi Ramës është treguesi më i qartë i problemit kryesor që ka Shqipëria dhe natyrisht qeveria aktuale, që është korrupsioni në nivele të larta. Edhe nuk duhet me qenë naj shkencëtar i madh për mu pajtu me këtë pjesë. Shqipëria ka problem shumë serioz me korrupsion, e konstatojnë këtë punë raportet shumë të ndërkombëtare, e konstatojnë kushdo që e bën një xhiro në Shqipëri. Për krejt këto çka folet, edhe për fermerët, edhe për pronarët, edhe për profesionistët e rinj, edhe për zhvillim ekonomik nevojitet sundimi ligjit fillimisht. A ka premis që me qenë nështë aspaku model, a ka vullnet politik mu shty vetingu, a ka bazë për me besu që korrupsioni fillon të çrënjoset apo është luftë e humbur? E kundërta, është një moment kyç, dhe këtu është dhe rreshtimi qartë. Nga njëra anë, Edi Rama, Partia Socialiste, nën kontrollin dhe diktatin e tij, se s'duhet të them gjithë socialistët shqiptarë, të cilët me fjalë bëjnë sikur e mbështesin SPAK-un, por me vepra bëjnë gjithçka kundër SPAK-ut. Edi Rama para disa ditësh në ngazllim thiri Amerika i tërhoq ushtarët nga SPAK-u. Madje bëri dhe pjesë të replikave me stilin e Unikatilit. Dhe sot ne kemi një lajm ekskluziv mediat shqiptare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump dhe administrata e tij, duke kushtuar vëmendje të veçantë luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si interes i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë rikthyer fuqimisht mbështetjen e specializuar për strukturën e posaçme antikorrupsion. Lajmi mrekullueshëm për shqiptarët, lajmi mrekullueshëm për Shqipërinë, lufta kundër korrupsionit, fundi i pandëshkueshmërisë së politikanëve të korruptuar është një kusht i patekalueshëm për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe për reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë. Pra ndarja kjo është. Koalicioni Euroatlantik që unë kam nderin ta drejtoj, është e vetmja forcë politike që është vendosur 100% në mbështetje të SPAK-ut, jo me fjalë, por me vepra. Cilat janë këto vepra? Ka një vit e gjysmë Parlamentin e Shqipërisë, propozimet tona ligjore për t'i dhënë më shumë fuqi ligjore SPAK-ut, për t'i dhënë më shumë fonde, më shumë burime njerëzore. Nuk guxojnë as me fut në rend ditës. E jo më ta votojnë siç duhet ta votojnë nëse i rrin fjalëve që thonë për gjoja kundër korrupsionit. Vetingu politikanëve që e përmendët ju, që do të thotë kontrolli detajuar i pasurisë së politikanëve, të familjarëve tyre, të rrethit tyre shoqëror dhe kontaktet e tyre të papërshtatshme. Siç i bëhet kontrolli i gjyqtarëve dhe prokurorëve, ti bëhet kontrolli edhe politikanëve shqiptarë. Heqja e imunitetit parlamentar. Për këtë punë mas lehti është Për këtë punë mas lehti është të vendosni ose të udhëhesni me shembull. A mund të garantoni për njerëzit në listën tuaj që asnjëri ose askush nga rrethit tyre, familjar dhe shoqëror, nuk është i përfshirë nuk ka akuza aktive mas pari dhe mandej nuk është i përfshirë në afera korruptive? Ne kemi kërkuar çdo kandidatit ton të nënshkruajë pas stërtimin e figurës dhe ju kemi thënë që do të vijë në dispozicion të autoriteteve ligjzbatuese. Por më shumë çdo kandidat i jon e di që është një listë e hapur e cila jep mbështetje pa kushte, pasi kusht strukturës posaçme antikorrupsion. Kjo është ndarja kryesore.